perfekt të kombëtarët shqiptarë të futbollit me karakteristikat të lojtarëve aktual. Atëherë, nëse do të ndërtonim një lojtar, do zgjidhje të kishte këmbën e majt të kujt nga kombëtarja shqiptare aktuale? Pa diskutim të Yasir Hasani. Yasir Hasani, ajo majta vetë Na duan ato goditjet nga Polonin. Atëherë, lojtarëve që janë aktual apo aktual. që kanë luajtur kombëtar. Okej. Aktual, Hasani me këmbën e majt. Okej. Këmba e djathtë e. Do thojë Brojës. Kam Broja, nuk e harroj pse? të golat në Hungarinë nga Hungarinë, diagonalja dhe ka një goditje të frikshme. Patjetër. Broja, këmba e djathtë. Fizikun e. Dakut ka i fizik Daku. Barcelonës. Mirë. Ndoshta ai lojtar fiton shumë duele vetëm nga fiziku që ka. Ka një fizik shumë mirë dhe ato minuta ai më pëlqen më shumë, domethënë kur futet si zëvendësues se sa kur ka nisur si startues. Edhe sa ai që lusi zëvendësues, them drejt, un kam shumë shpresë se ai mund të bëj gol. Dole te llafi i nderuar? Patjetër. Të thash Daku zëvendësues, jo se titullar. Diçka, un po thoya ndeshja me Serbinë ndjem pak më shumë Daku Zëvendësues. dhe mendoj që do ndryshonte pak natyra e tij. Se kemi debat personal. Ndeshja e kaluar po ka qenë në vërtet. Nuk e di se ç'a bëni, kur jam unë. Po insistoja për Dakun zëvendësues me Serbita do na bëj diferencën nga Stoli, do në titullar. Shpejtësinë e Mitajt. Mario Mitaj. Kur e merr krahun Mitaj nuk e ndalon njëri. Mario. Ai është i shpejt jo vetëm me këmbët, por është i shpejt shumë mendim, edhe kjo më pëlqen shumë. E bukur kjo. Ky ishte kompliment, po si futbollist do isha bërë shumë krenar për të komplimentin. Goditjen me kokë të. Ka pëlqyer shumë goli në Europian i Qazim Laçit që e gjeti diagonal topi ishte shumë i vështirë dhe ai e gjeti me kokë. Jo se është nga ato futbollistët. Laçi do i shkurtër ta mendosh. Se nuk është si Erjon Bogdani për shembull, si iglitare që ishin me kokë, ishin armatyrë fort, por më pëlqeu goli, them drejt. Edhe do zgjedh Laçi. Laçi. Karakterin e. Do zgjedh karakterin e Elseid Hysajt. Pa. Është E vërtet. karakter që sinqerisht është shembull për çdo futbollist që shikon vetëm stërvitjen, shikon vetëm punën, shikon vetëm ndeshjet dhe shikon vetëm veten e tij që të bëhet ky futbollist që u bë sot. E tregoj edhe po shumë kritikave që mori që prapë arriti dal tek më e mira. Kjo për mua është merita më e madhe. Patjetër, Ka shumë kritika është të japësh paraqitje kaq mirë si për Hysaj, si për Dhe për Manaj. Manaj, për mua është shumë gjë e madhe. Saktësinë e. Saksinë e Aslanit, pa diskutim. Topat ndryshimin e lojës që bën Aslani nuk ka vite që unë nuk shoh një mesfueshor të talentuar, sidomos në topin e gjatë. Nëse marrim unë jam shumë fanatik i statistikave të UEFA-s mbas ndeshjes dhe Aslani është nga ato lojtarë që gabon rrallë. Dhe UEFA thotë këtë në statistikat e saj. Për të ndalur pa të Aslanit se më kujtua, ti ke provuar dhe vetë Serie A. Kjo lëvizje Aslanit nga Interi te Torino, është gjë e mirë për të që të ketë më shumë minuta? Sigurisht që është gjë shumë e mirë sepse tek Interi është një skuadër që është gjithmonë aty dhe ka mesfueshorë më të mirë. Me një Çalhanoğlu që kishte përpara, mendoj që Çalhanoğlu është lojtari mesfueshor më i mirë në Europë. Dhe kishte vështirë ashtu siç tregoi dhe koha që ai mori pak minuta, por transferimi i tij tek Torino nuk do të thotë që në vazhdim ai mos kthehet përsëri tek Interi ose Milan ose te Juventus për të bërë te Milan. Ku i diet? Fantazinë e. Fantazinë e Bajramit do thoja. Ka fantazi shumë të mirë, sidomos në kualifikues të kampionatit evropian. Ky futbollist u përdor nga trajneri Silvinho midis linjave dhe ishte lojtari që penetronte, por edhe shërbente jashtëzakonisht mirë me asistet e tij. Ekipi kombëtar pati një vlerë shumë të madhe. Zemrën e. Zemrën e po them Ajetit. Po them zemrën e Ajetit. Pse Ajeti ka qenë gjithmonë aty. Nëse i vjen re për shembull Ajetin, gjithë e kujtojnë që ka luajtur në kombëtarin ka shumë vite. Shumë vite, e vërtet. Por Ajeti ka bërë vetëm 40 ndeshje. Duhet kishte bërë 200 ndeshje. Më kupton, por Ajeti është gjithmonë aty dhe gjithmonë është ai, paktën çfarë shikoj nga jashtë është shpirti i grupit, por pa lënë mënjan Ramadanin, se edhe Ramadani është lojtar që ka. Kur erdhën në Rina, se Ramadani ishte në autobus, ishte i pari që ishte në këmbë, të shoferi, bërtiste dhe këndonte, ura re, ora 4 e mëngjesit. Edhe Ramadani do të prapë midis këtyre dy futbollistëve. Ramadani, ndani një pyetje e fundit që merrni në këto momente. Nëse do të rikthejë një futbollist të vjetër të kombëtaris në këtë kombëtare aktuale, një emër, mund të përfshish edhe veten me gjithë kënaqësinë tënde. Andilira nuk. Do shkoj. Ja bëra vërtet. Është qefi i madh kluash me kombëtarin, por është nderi i atës time që kam luajtur me kombëtarin.
Unë do themi diçka që se kam thënë asnjëherë. Nuk e di, domethënë duhet të flas edhe me psikolog. Shpesh herë shikoj një ëndër, po e njëjta, domethënë shikoj një ëndër sikur domethënë po luaj me kombëtarin dhe ose nuk gjej kputucët, ose nuk gjej derën e stadiumit, ose domethënë është ky ankthi. Pra ke një sikletë të vogël ajo. Është ky ankthi që po them, besoj e keni dëgjuar që ushtarët kur shkojnë në luftë, kur kthehen kanë disa problematika, ndoshta edhe futbollistët, pra aq e madhe ka qenë përgjegjësia ime ndaj kur kam vesh bluzën e ekipit kombëtar, saqë akoma shikoj ëndra. E vërtetë. Po kjo mos përgjegjësia Edhe ti thot kthehem, po patjetër që duhet Kjo do të thotë ta ndjesh panellën. përgjegjësia europiane se do vetëm se nuk ka mundësi, po do isha këtë. Ta ndjesh panellën deri në fund. Mund të themi një llaf Silvinjos, ta mendoj, për miqësorët të paktën. E kam pak mohabet edhe T'ja themi Po një që bënë